Po haste vështirësi të mësonte përmendesh. Dituria kërkon që të mësosh përmendesh, të mësosh Kur'an, të mësosh hadithe. Po haste vështirësi ta kuptonte diturinë. I duhej durim shumë i madh, u mërzit. Edhe mendoi thonë se kap dot diturinë. Pa e lakit rrugë. Edhe u kthye prap. Duke ecur rrugës për të kthyer në vendin e tij, vuri re një ujë që zbriste nga një kodër dhe binte në një shkëmbë. Uji kishte ndikuar në shkëmbë dhe kishte bërë një vrim, edhe filloi të mendohej. Tha uji, megjithëse është i butë, ka vepruar në këtë shkëmbë. Po dia nuk do ndikoj në mendjen time, pak në pak, me durim, nuk do të arrit të bëhem i ditur. U kthy. Tha do vazhdoj të marr dituri, do përpiqem, edhe kështu filloi të merrte dituri, tregoi durim edhe u bë njëri i ditur. Kështu që dituria merret me durim. Kush duron, ja del dhe bëhet i ditur. Mundet që njeriu të jetë shumë i zgjuar, po për shkak se nuk ka durim, nuk vazhdon në rrugën e diturisë. E lej ata. Dhe nga ana tjetër, nëse njeriu ka durim, ja del. Edhe pse mëson pak. Për ditë mëson nga një rresht Kur'an, si fillim. Pastaj nga 2 rreshta, pastaj nga 3, pastaj nga 4 rreshta, pastaj gjysmëfaqe, nga një faqe, pastaj bëhet hafuz. Po kështu mëson hadithe për ditë. Pra kush është sistematik në marrjen e diturisë? Çdo ditë mëson diçka, do të arrijë të bëhet i ditur. Nga ana tjetër, kush e humb durimin, mund të jetë i mençur, mund të jetë shumë i zgjuar, po i humb durimin, nuk do të bëhet i ditur. Çelësi i suksesit në fushën e diturisë është durimi. Allahu është me durimtarët. Allahu i do durimtarët. Prandaj dietarët kanë thënë se dituria nuk merret me rahat. Ka thënë Yahya ibn Abi Kathir, qala abi la yunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. Nuk ka thënë babai, thotë dietari, nuk merret dituria me rahati. Nëse duam që të bëhemi të ditur, atëherë do të respektojmë oraret, marrim dituri, nuk do luajmë gjithë kohën, po në orarin e mësimit do mësojmë. Nëse në orarin e pushimit, të shlodhjes, po edhe të lojës për edukim fizik, do kemi aktivitete tjera. Por ama duhet çdo ditë duhet që të mësojmë. Duhet të duruar edhe kushtet. Edhe pse alhamdulillah në kohën tonë ne kemi kushte shumë më të mira se kushtet që kanë patur njerëzit e diturisë në të shkuarën. Dietarët në kohën e shkuar kanë bërë udhime të gjata për të marrë diturinë, për të nxjerrë hadithet, për të shkruar ato. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ka udhëtuar një muaj. E mori vesh se Abdullah ibn Unais al-Ansari transmetonte një hadith nga profeti, një hadith që nuk e kishte Xhabiri. Edhe vendosi të udhëtonte. Ka udhëtuar një muaj derisa ka shkuar në Sham, është takuar me këtë sahab dhe ka dëgjuar hadithin prej tij. Një muaj për të mësuar një hadith, për të transmetuar një hadith, një muaj udhtim. Dikush tjetër nga dietarët ka thënë Saidi pra ka udhëtuar disa ditë dhe disa net për të transmetuar një hadith. Shabiu ka thënë, nëse njeriu do të udhëtonte nga pika më e largët e Shamit deri në pikën më të largët të Yemenit, një distancë shumë e largët, duhet disa javë për ta përshkuar këtë distancë në udhtim. Për të mësuar një fjalë të urtë, udhëtimi i tij nuk do shkonte kot. Ja vlen. Dietarët kanë bërë udhëtime të gjata dhe për shumë vite në vende ndryshme të botës islame. Të takoheshin me dietarë, e fillonte domethënë kërkimi i diturisë ndonjëri prej tyre që i vogël, që 7 vjeç. Shkruante hadithet e vendit të tij, qytetit të tij. Shkonte ke dietarë dhe ngjonte hadithet dhe i shkruante. Dhe i mësonte përmendesh. Pastaj fillonte udhëtimin. Në mosha 15 apo 16 vjeçare, apo 17 vjeçare. Shkonte në vende të ndryshme, vende që dihen të botës islame sot, si Iraku, Shami, Khorasani, Naisaburi, Jemeni, Egjipti, Hijazi, Mekë, Medina, udhëtonte në këto vende dhe të tjera, për të takuar, për të ulur me zhizet e dietarëve dhe për të transmetuar për tyre dituri. Mund të zgjaste udhëtimi me vite, mund të bënte një udhëtim, kthehej, pastaj shkonte përsëri dhe merreshin me dituri deri sa u vinte vdekja. Nuk i ndaheshin diturisë. Jo siç mendojnë disa njerëz se do marrë një këtë shkollë 3 vite dhe e la. Do marr diplomën dhe e la. Jo, nuk është kështu çështja e diturisë së Kuranit dhe Sunetit. Kjo dije nëse nuk e përsërit harrohet. Nëse nuk bën përpjekje të vazhdueshme, nuk ja del. Nëse nuk duron të marrësh dituri për ditë,
dhe pastaj të vazhdosh për hapur diturinë, nuk e ja arrin. E ka pyetur Imam Ahmedin, "Deri kur do vazhdosh të shkruash dituri?" Ka thënë, "Me penën dorë, me penën dhe me bojën për të shkruar dijen deri në vdekje, derisa të shkoj në varr." Ila meta qala ma al mahbarati ila al maqbara. Kështu tregohet. Allahu na dhon dituri, Allahu na dhon durim në të rrugë të suksesit, në të rrugë të mirë. Allahu shpëlbej me të mira. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.